sepse me bo tani blenë ma pak rrymë. E kur blenë ma pak rrymë, hupin pare. Do thëmë, përveç që është jetë qytetari, nuk ka investimet huja. Haraj që ka me pas investitor të jashtë, përderisa se kitë stabilizume energjinë, përderisa se kitë. Së mund shmi tharë njerëzve hajde investën në Kosovë. Pa energji, që kjo është solare, që ka pas bashkimi Evropian dhe që ka pas 100 megawatt, nuk e di, po duket nështë këto, kjo është bashkimit Evropian, që 100 megawatt kam pas si vjetë në 2026, që po kena me bo kurti. Në 2026 ka pas me fillu 100 megawatt. Tash është shty në 2028. Nuk bëhet as në 2028, ta se bojnë. E ti pse se bojnë? Sepse me bo tani blenë ma pak rrymë. E kur blenë ma pak rrymë, hupin pare. Edhe ketë ka me pas, edhe qërë të ventilat, filterat, nuk i kam bo kur është bo remonti, mas pori remonti, që me ble rrymë kur të bot remonti, e tani kur t'i ngjesin filterat, prap me ble rrymë. Se është biznes. Por nëse fiton aleonca, ose i vjen shprehje për me bo këto, ne që këtë të garantoj që ka me konë 2028 një kryëm. Ska procedura bürokratike në interesa nacionale të vendit dhe gjithçka të mbetet në nivelin më të lartë të ekzekutivit të vendit, pra në nivel të kryeministit që ka me mbikëqyr gjitha këto procese.